Ku janë demokratët? Deri në fund bulevardit. Fitore! 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 Nderuar miq, dua ta nis me një ndjesë për protokollin, sepse nuk kam ardhur sipas protokollit që kishim gjithë ndeshje serioze, pasi Edi Rama sot nga paniku, frika, se ky bulevard do të mbushej më shumë se kurrë, ka bllokuar rrugët që në orët e para të mëngjesit, por demokratët e gjetën rrugën për të mbledhur bashkë, për të ardhur në këtë bulevard dhe për ta bërë më të bukur se kurrë. Nuk ka rrugë që na bllokojnë, nuk ka drita që t'i heqin që na ndalojnë. Fitoria është e jona. Nderim për gjithë demokratët, për gjithë qytetarët. Të dashur miq, motra, vëllezër, demokratë, qytetarë të lirë, nderuar miq që keni ardhur nga jashtë, të nderuar personalitete kryetarë të partive opozitare, i nderuar Fil, i nderuar Poll, i nderuar strategi fitores më të mrekullueshme politike në Amerikë, Chris Lasivita, miku jon, i cili me 12 maj do t'jesh edhe arkitekti i fitores Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Mashtore. I nderuar misionar i kësaj betejë, kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, profesor doktor Sali Berisha. Ja ku kemi mbritur këtu, krenar në orët e marshimit final drejt fitores. Mbritëm plot entuziazëm në çastin historik të ndarjes së dy epokave. Prezenca juaj madhështore është dëshmi e forcës sonë dhe provë e besimit tuaj. Pas vetëm 48 orësh, Shqipëria do të jetë një vend më i mirë. Dhe kjo, të dashur miq, është vepra e juaj. Ju do ta bëni të tillë. Ju, qytetarët e lirë që rezistuat, ju që e kthyet dëshpërimin shpresë, shpresën në val, valën në frymë dhe frymën fitore. 4 vite më parë, dashur miq, ne gjithë bashkë prekëm fundin. Shqipëria u kap nga mafia, krimi dhe korrupsioni morën një mandat të ri. Opozita pothuaj u shpërbë nga sekti famkeq i rilindjes. Pluralizmi rrezikoi zhdukjen. Por ashtu si nata më e gjatë që gdhin një ditë, u duk edhe rrezja e parë e agut. Lindi një thirrje nga një foltore e vetme. Dhe ajo thirrje u bë zë, u bë val e u bë frym, për të sfiduar thuajse të pamundurën, për të ngjallur shpresën, për t'i provuar mbar botës se ne, Partia Demokratike e Shqipërisë, jemi partia që të pamundurën e bëjmë realitet. Mirënjohje pafund demokratëve, qendrestarëve, të cilët në këto 4 vite sprovash, padrejtësish, betejash dhe goditjesh, me një vetë mohim pa shembull, shpëtuan Partinë Demokratike, shpëtuan opozitën shqiptare dhe i dhanë shpresë një populli të tërë. Miqtë e mi, kjo nuk është vetëm një betejë politike, as ora e fatit të një partie apo një individi të caktuar. Kjo është lufta e dur për dinjitetin ton, për demokracinë, për Shqipërinë ton, për të ardhmen që vendosim ne, jo për atë që donin të na impononin si një eksperiment të madh. Eksperiment që synonte dhe synon shkatrimin e shqiptarëve. Provat, të dashur miq, janë aty, më të larta se kullat fantazëm të shijes monstruoze të një kryeministri që quhet Edi Rama, i cili në këto 12 vite i qëndroi besnik atij eksperimenti dhe prodhoi vetëm një gjë, shkatrim. Na shkatroi 12 vite të shtrenjta jete, shkatroi ekonominë, shkatroi familjet, shkatroi Shqipërinë. I detyroi 1 milion shqiptar të largohen, detyroi profesionistët të ikin, detyroi të rinj të marrin rrugët e të rrezikojnë edhe jetën, sikurse të iknin nga një vend athuase ishte në luftë. Por Edi Rama bëri dhe më shumë. Ai pati një ide edhe më të rrezikshme, të klononte këtë shoqëri, të deformonte genin, të jetësonte eksperimentin makabër duke na mësuar se vjedhja është punë, se krimi është karrierë, se varfëria është stil jetese, se bandat janë integrim, se droga është shpëtim, se diktatura është ajo çka meritojnë shqiptarët e se antivlerat janë vlerë. Ky ishte plani i tij, të na bëjë të durojmë atë që na shkatron, ose për ndryshemi, ne duhet të largohemi. Por, të dashur miq, shqiptarët u zgjuan. Zoti që i bekoi me natyrën u ado shqiptarëve shpirtin, ndaj e gjetët njëri tjetrin,
ngjetët të 6.000 tuaj dhe gjithu ngritët bashkë. Shqiptarët e kuptuan se nëse vota mbrohet, ajo kthehet në armë. Nëse ka ndonjë sot në këtë sallë apo kudo që na ndjek në këtë shesh, në media, kudo që na ndiqni, Shqipëri apo jasaj, që mendoni se vota juaj nuk vlen, ju them daluni vetëm një çast dhe kujtoni. Ata që ju vodhën, ju tmerruan, ju goditën, ju tallën, llogariti bën pikërisht me heshtjen tuaj. Ky që kushti i vetëm që eksperimentit kishte sukses. Por ne nuk jemi kavje. Bollmë, Shqipëria së nesërmes nuk do të ndërtohet mbi gënjeshtra e premtime, por mbi rezultate. Programi Partisë Demokratike është i realizueshëm, i prekshëm për vetëm 100 ditë, për çdo grup mosh, komunitet apo shqiptar. Me fitoren e Partisë Demokratike pas 11 majit, ne do të vendosim minimumin jetik prej 200 eurosh për çdo shqiptar. Do të rrisim pensionet me 20%. Rroga minimale do të jetë 500 euro. Rroga mesatare do të rritet 1200 euro. Karta e konsumatorit do të hyjë në fuqi. Do të ketë një pagesë kujdestarie dhe sigurimesh për personat me aftësi të kufizuar. Çmimi i energjisë elektrike do të ulet në vetëm 7 lekë për kilowatt-orë. Çmimi i naftës do të ulet me 35% e do të falen gjitha gjobat për energjinë dhe ujin e pishëm. Miqt e mi, fitoria jonë nuk është fundi, por është vetëm fillimi. Meritokracia, transparenca, llogaridhënia do të rikthehen në limfën shtetare si përbërësit jetik të shtetit ligjor dhe demokracisë. Kjo, të dashur miq, nuk është fitoria një partie politike, por e gjithë Shqipërisë, jo asaj parcelave me ashash, inceneratorëve fantazëm, krimit në pushtet, emigracionit masiv, skemave 5D apo 5B. Kjo nuk është vetëm një zgjedhje, është një çlirim, është një kthes, është dita jonë. Është dita e Shqipërisë madhështore mbi pasaportën e rënimit që prodhoi Edi Rama këto 12 vite. Dhe dashur miq, me që jemi ke pasaporta e rënimit, ftoj sot çdo qytetar shqiptar që ditën e diel të bashkohet me Partinë Demokratike për ta grisur një herë mirë pasaportën e narkoshtetit të Edi Ramës. Ti njeriu që vodhi shqiptarët, që i përzuri shqiptarët, që i la djepat bosh, që i la Shqipërinë bosh. Bashkohuni me Partinë Demokratike, bashkohuni me Sali Berishën, bashkohuni me Aleancën për Shqipërinë madhështore. Fitore, fitore, fitore!